E pra të nderuar miqtë e mi, tani të ndalojmë pak tek një personazh shumë i dashur për ju, një djalë që në fakt brenda shtëpisë së Big Brotherit ka ditur të tregojë një kulturë që ne nuk jemi mësuar që ta shohim tek artistët tanë shqiptar. Flasim për Lumbard Saliun. Lumbard Saliu është në një rrugtim shumë të bukur të jetës së tij. Ai tashmë është kyçur në politikën e Kosovës për t'i dhënë një kahje tjetër mendimit, për t'i dhënë një kahje tjetër rrugës së pastërtisë së politikës, unë kështu do ta them, dhe për ta ndryshuar atë Kosovën e bukur drejt një Kosove më europiane. Duket shumë entuziast në fakt në rrugtimin që bën dhe unë i uroj shumë suksese që të del fitues dhe ta shohim Lumbardin edhe në rrugtimin e tij të politikës. Por ka patur shumë hamendësime, aludime, thashë theme për raportin e tij me Albën. Ju e dini shumë bukur që publiku në fakt që kur Alba ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit dëshironte që ta shikon Lumbardin dhe Albën çift. Në fakt Alba nuk është se ka çfarë humbën me Lumbardin, është gjithaj i çun dhe mendoj që do kishte nderin dhe fatin ta kishte në krah Lumbardin, por siç duket janë ca gjëra që Alba ndoshta do pak kohë. Bëjmë shaka. Ato kanë xhiruar një film bash, nuk ka të bënë me një lidhje dashurie, por do ta zbulojmë se çfarë ka thënë ai për prive. Fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova, Lumbard Saliu, ishte së fundmi i ftuar në rubrikën 25 pyetje të emisionit prive nga Liberta Spahiu. Në një bisedë pa filtra ju përgjigj shumë pyetjeve, nisur nga angazhimet e politikës e deri tek jeta private. Megjithatë, jashtë politikës këtë kohë më shumë u komentua për raportin e tij me Alba Vukaj. Projekti i përbashkët i dyshes ka qenë mjaft i përfolur së fundmi, duke ngritur dyshime për një lidhje më shumë se profesionale. I pyetur drejt për drejt, Lumbardi sqaroi se mes tyre ekziston vetëm një raport miqësor dhe profesional. Na lidh respekti dhe shoqëria. Po nëse nga respekti dhe nga shoqëria lindën dashuria, po çka ka të keq që të jenë bashkë në fund ditës, Lumbardi është shumë djalë i mirë. Sa u përket aludimeve për diçka më tepër, ai zgjodhi të mos hyjë në detaje, por duke nënvizuar se aktualisht ata mbeten vetëm miq të mirë, aktualisht. Pastaj mandej të shohim me bëjmë. Lumbardi tani një herë është i fokusuar në politikë, nga që fitoi Big Brotherin e ka me patjetër të fiton dhe votat. Por në anën tjetër, po të fitonte dhe Albën, do bënte një super pako treshe dhe do të ishte i lumtur. Do me thënë, për ju fansat e Lumbardit, deri më tani janë vetëm miq, po deri më tani, kupton, deri në këtë moment. Mandej shohim e bëjmë. Tu tani që ka kimi kam, që ngjasojnë të dy ngjasojnë, që Albës i pëlqen, Kiçuni i pëlqen. Por tani le ta shohim se si do të rrjedhin. Alba është shumë e lumtur, ndihet shumë e përmbushur shpirtërisht me sukseset që po vazhdon dhe Lumbardin e presim një fitore. Ne takojmë përsëri së bashku, ju na ndiqni me subscribe.